E tash do t'ju njoftojmë me Debora Magjunin. Mirë mëngjes, qysh je Debor? A je mirë? Mirë. Qa mënon ti për Prishtina Parking? Po boj ma i gare. Deborën, po shini, e kemi këtu me shumë një numër të madhë certifikatave, bile tha që krejt minjohet edhe certifikatat nuk i ka sjellë në studio se ka shumë, edhe nga njerë e dini edhe vetë, kur është ma shumë se një, si të kalon një numër, si 2 ose 3, atër duket njëjtë. Kështu që, po, tash pas kem plot certifikata. Kemi medalje, Debor, na të rego, me qka ki qef ma shumë ti me bo prej aktiviteteve që i bënë, se na e ndëgjumë që je edhe aktore, edhe moderatore, edhe këngëtare. Ma shumë kam qef me këndu. Me këndu. Qfar këngë këndan? Po, popullore kështë. Popullore. Edhe për fëmi. Edhe për fëmi. Po. Cila këngë pëlqen mas shumë të që e kënan kështu me sy mshelë, që dojnë. Që e kënan e ki mas pëlqevë të edhe e kënan mas leti. Ka shumë. Ka shumë, a? Po. Si pas ke problemi këndu kom. Ja. Cila për këtyre minjojeve dhe certifikatave, të më thonë të ka gëzu mas shumë të edhe e ki matë veçantën? Qelësi muzikor. Që kështë tua? Po. Okej. Pse? Se e kam fitu për herë të parë dhe nuk e kam prit heq. Nuk e ke prit që keme fitu. Para sa ku e ke marrë këtë çmim? Ngusht që tërë. Ngusht të vitit kalum, ka qenë çmimi i parë, ka qenë Kosova Fest, ka qenë konkurrence madhe? Po, ka pas shumë. Ka pas... Shikus, të më thënë. Mi qëfar konge ki performuzi? Qëfar konge ki kënu këto? Shkollën e duam. Shkollën e duam, do më ka qenë festivali fëmive, apo jo? Po. Ka pas prej këtë Kosovës, aty? Po. Pjesë Mars? Pjesë Mars? Okej. Mirë shumë, do më thënë, Kosova Fest, çmimi i produksionit Frames për shumë këtu, do më thënë që të e paske qelsi muzikor. Kjo është qelsi violinës për ndryshë për ata që se din, kështu vizatohet, së është edhe një qelsi i basit, zakonisht qelsi i basit përdoret për dorën e majtë në piano, qelsi violinës përdoret për dorën e djathë që edhe një informat. Kjo ka qenë çmimi i parë, e mandej ja ke hap rrugën çmimeve të tjera, certifikatave të tjera. Këtë medalje? Këta e kam fituar në festivalin Fëmijët e Gëzuar, në Ferizaj. Në Ferizaj. Më dhëmë brenda Kosovës pas ke uthu në për festivale, në gara të ndryshme, edhe po thuaj se të gjithë pas ke rëmby çmime. Tash, a të gëzojnë të çmime, apo e din që ku do që shkën nuk thehesh pa fitu diqka? Po, e di. E din, edhe, a emocionush njëjtë? Po, emocionuna. A e ndëgjove kekën, tha, a dëshprush kur s'fiton? Po, normal. As t'ka ndodhë? S'm ka ndodhë njerë. A po, a? Okej. Mirë, Ani, më mëso, do përën njeri herë fiton, herë humbë, kështë që nuk bërë edhe me pritë gjithmonë fitore, përse mund është më të shpru shumë. Po, apo më rinë me pas kohë edhe për shkollë, mes shkollës edhe muzikës edhe krejta, për ki ditën e lashme, se une shot do fëmi, për shamu që i kam në familje, kur kanë shumë angazhime, një me lodhen edhe kanë ditën e plotë, 13-14 orë në dite, jënë të në konë, të nga të bo diçka, të e bo një aktivitet, të ushtru. Jo, në shkollën e kam për një gjysëve dhe në 5 gjysë. Okej. Mas nej, kur të vi për shkolle, ha bok, i bëj detyrat, mësoj pak, pasaj filloj me bune e kongë vetë kështë. Okej. E kongë vetë i shkru në zakonisht, atë i shkru në tjerët? Vetë i bëj. Vetë i bëj, ne i shkru në edhe tekstet vetë, a? Po. Edhe këta, për shamull që ki fitu e ki përshkru vetë, a? Apo jo? Jo, këta Valdet Sopjani ma ka bo. Kush? Të cilin e përshëndes shumë. Që kjo e dua shkollën, apo? Po. Tashmë përveç këndimit, na e dim që ty të pëlqen edhe bota e aktrimit. Po. Kur ke fillu më spari me umirë, ndoshta me rolet e para tua, apo veç se tashmë po synon? Ka shumë ku që mirë na edhe me aktrim edhe me këndim. Adën, i kam të 3 për qefim. I ki të 3 për qefi. Kur po thu të 3, këto e përfshin edhe moderimin. Tashmë po besoj nëse e donë shumë punën e moderimit, edhe në shkollë dhe në prezentimet të shumëta, je ajo e para cilës i drejtohen, apo?
A ke emocione kur del para publikut, sepse po besoj edhe në koncerte, po edhe në aktrim, kur ka shfaqje të ndryshme, po edhe me moderim, gjithsesi që kime ndodhë përballë publikut. Kam pak emociona, ama jo shumë se tash jam mësua, den. Tash jem mësu. Atë ndikojnë fjallët të tjerëve, sepse po besoj që gjithë se cili prej të pranishmëve, ose prej familjarve, mundet me pas komentet mira, po mundet me pas edhe kritika. Atë mërzisin kritikat? Jo. Jo. Ata i thojnë fjallët e veta. Edhe ti mandej e din, a me pranu kritikën, a me ndryshu, apo jo? Unë vish vazhdoj drejt suksesit, nuk i ndëgjoj fjallët e të tjerëve. Që kjo është forma e duhur. Bukur, për fund, a kështë mujtë me najknu një konga, jo? Po. Pa instrument, a mundesh me najknu? Edhe të regona qka do me najknu? Para se me dalë tash të historia, para se me shku në hante e lezit me pa akulloret e lateracës në Dolce Vita, qka do me najknu? Pe këndoj këngën e Valdet Sopjanit, të cilin ma ka bo, shkollën e duam. Që ato që e ki fitu qelsin e muzikës në Kosova Fest? Okej, hajde. Por sa zgjohem nga shtratim, i laj dhëmbët me nëzitim, mami përgadit më ngjesin, shoqet mua po më presin. Presin shoqet me shku në shkoll, knaq mi rrugës duke fol, për notat mira ne mësojmë. Një të ardhme ta synojmë, shkollën e duam, sa shumë e duam, shkronjën e parë. Në shkollë mësuam në shkencë, matematik, të jemi të zonjat, mos kemi frikë. Shkollën e duam, sa shumë e duam, shkronjën e parë. Në shkollë mësuam në shkencë, matematik, të jemi të zonjat, mos kemi frikë. Falenderit shumë, Debor, falenderit shumë për këtë këto informata, për që na i prezentove, certifikatat që i pom edhe dëshurim suksese edhe në tardhmen me muzikë, me akte. Përshëndes edhe mësusën time, jo me lumë të që e kam një mësusë se ajo. Mirë si Sarove, se më do këtë e nisha mamin tonë prej jashtë, të tonë përshëndet e mësusën. Po besoj që e ki edhe ti pjesë shumë të rëndësishme, sepse e pom që e ke sjell edhe fotografin e mësuesës këtu me vete. Debora, shumë faleminderit, naturojmë suksese edhe në shkollë, bashkë në moderim, në aktrim, edhe në këndim aty ku të flenë zemra mësë shumëti. Të urojmë shumë suksese e të presim prapë këtu në studio me folë për suksese të tjera të tuat. Faleminderit shumë mirë. Faleminderit shumë. Tash shikus të dashur, na shkojmë